është kjo pasuri natyrore, pra duhet të shndrohet pra dhe në pjesë atraktive të turizmit, siç po të nxjerrë ambasadori i Austrisë, ku specifikat janë të ngjashme, pra malet, lumet, kjo e natyrë e bukur me menaxhim të mirë, pra mund shndrohet edhe në atraktivitet, domethënë turistik, në të njëjtën kohë domethënë edhe për zhvillim ekonomik. Po ashtu këto male, këto pasuri natyrore, edhe na bashkojnë si shtete, në këtë rast pra me malin Sharr me Kosovën, dhe në njëjtën kohë edhe me partnerët ndërkombëtar për të marrë praktikat më të mira se si mund zhvillohen ato, siç në raste të tjera pra liçeni i Presës apo male të tjera ku na bashkojnë me Shqipërinë, me Greqinë, pra janë të pa evitueshme bashkëpunimi ndërshtetror, ndërinstitucional dhe i përgëzoj domethënë për këtë iniciativë. Znači, mislim da gospodin Nat obrazloži detaljno znači, za što smo publikani danas, no ne samo danas, туку секогаш ќе бидеме во поддршка на вакви иницијативи кои се однесуваат на заштита на природата, но не само тоа, во исто време размислуваме како да се ревитализира тоа и воедно значи да стане туристичка атракција, како што е случај со Австрија и други успешни земји каде се менаџираат овие природни богатства на успешен начин со успешни примери. Исто така ова приморани сме воедно да соработуваме со нашите соседи, во овој случај со Република Косово, заедно да работиме за заштита на Шар планина, но воедно е тоа и како туристичка атракција за двете држави и искористувачи успешни примери од Европа и други, значи поширо. Ајде. Паралелизоhet një punë investimish në Rusi. Jo vetëm për Rusinë, domethënë për atë Ministria e Ekonomisë ka në dispozicion diku 50 milion euro për deponitë regionale, siç është ajo në Manastir, në Rusino, po punojmë pra në procedura, jemi nga fundi, edhe besoj edhe projekti domethënë për deponitë regionale, po edhe për furnizimin e komunave me pajisje në funksion pra të kësaj, domethënë për ditë punore dhe besoj që momenti që do fillojmë do i promovojmë bashkërisht në gjitha deponitë regionale dhe në gjitha komunat. Shpejt. Pse proces verbale nga mbledhjet e qeverisë nuk publikohen me të shqipe tani në vitin e vërtetë të qeverisë? Nuk ka vërtet dhe proces verbalet në vazhdimsi pra në qeveritë e kaluara kanë qenë vetëm në maqedonisht. Vetëm ato një muaj sa ka qenë Tala Xhaferi kryeministër ka pas në dëgju, ndërsa 20 vite të tëra BDI-ja, qeveritë e BDI-s pra i kanë pas në një gjuhë dhe dje keni pa dhe dallimin, domethënë seancat që udhëheqi unë, domethënë janë edhe proces verbalet edhe në gjuhën shqipe, ndërsa tash e tutje për herë të parë pra pa marrë parasysh se kush i udhëheq seancat qeveritare, për herë të parë mbas 30 viteve, pa marrë parasysh kush është kryeministër, proces verbale edhe proces verbale do jenë në dy gjuhë, pra dhe në gjuhën shqipe. Prej dje. Po vetëm desha të them që ato që akuzojnë pra i kanë bërë proces verbalet në gjuhën maqedone. Kurdo? Për kodin zgjedhor. Partitë politike është mirë të ulen më shpesh, domethënë edhe për politika ditore, edhe për politika strategjike, ne me të gatshëm të ulemi, kemi faktor stabilizues, faktor që e ndihmon situatën, ndërsa çështja e patentërit ka të bëjë me disa çështje tjera, me disa ligje dhe disa vendime që duhet sjell parlamenti që janë në interes të shqiptarëve, dhe nëse këto ishin të gatshëm pra të votojnë
riorganizimin e qeverisë në bashkëpunim me VMRO dhe BMN, mendoj që nuk do kenë arsye mos votojnë Inspektoratin e Gjuhëve të zgjidhet pra njëherë në kuadrat e Ministrisë së Drejtësisë dhe mandej të marrin rrogat e rregullta dhe mandej ashtu siç ka marrëveshje politike Inspektorati të kalon në Agjencionin e Gjuhëve dhe për herë parë Inspektorati i Gjuhëve të merr formën e si gjitha inspektoratet tjera, sepse deri më tash pra Inspektorati i Gjuhëve ka funksionuar vetëm formalisht prej themelimit deri sot ka vetëm një gjopë dhatë në kohën tonë para 2 muaj në Tetov. Gjykata e Tetovës pra ka dënuar një drejtor të njësisë rajonale në Tetov. Pra marrëveshja është që inspektorati fillimisht pra na duhet balenterit të kalojnë në parlament dhe mandej të kalon në Agjencionin e Gjuhëve, e njëjta ka të bëjë edhe me disa çështje tjera që janë në interes të qytetarëve dhe shqiptarëve, uroj pra që të kalojnë. Nga mospasja e vizionit, programit dhe argumenteve, dalim me deklarata paushale, dhe më thonë që gjendja shqiptare nuk ka qenë marrëveshje asnjëherë, mirë po pa dhënë argumente se ku ka degraduar çështja shqiptare. E para, pra këto një vit, ndalim nga ato, nuk ka asnjë aferë korruptive të eksponentëve të qeverisë, po dhe të eksponentëve shqiptarë, siç është karakteristikë e zotit Bujari, zotit Taravari dhe tjerëve. E dyta, nëse kanë të punësimet, edhe njëherë potencoj le ta zgjedhin vitin kur kanë pas zenitin e punësimeve në këto 20 vite, t'i krahasojnë me punësimet që i bën blenin vetëm brenda një viti. Kur i kemi fjalën tek përfaqësimi adekuat, përveç se e kemi tejkalu zenitin, nëse ata kanë bën brenda një viti një numër të konsiderueshëm, hajde dalim dhe t'i krahasojmë ato se sa shqiptarë punësuan në kohën e tyre, sa kohën tonë. Mos flas për avancimet e 800 shqiptarëve në administratën publike dhe shtetërore, shqiptarë që janë harruar 20 vite të lënë si bashkëpunëtor të ri edhe të harruar nga pushtetet e kaluara. Kjo nuk është vetëm avancimi i tyre, po ato do kenë edhe pozicione dhe përgjegjësi ku mund të shërbejnë qytetarët më mirë. Nëse mbas 30 viteve shqiptarët për herë parë do kenë ligj për përfaqësim adekuat në administratën shtetërore dhe publike, pra zgjidhje ligjore, kur ata nuk janë pjesë e pushtetit, pra fitojnë shqiptarët. Po ashtu edhe çështjen e medresesë që 30 vite pra e kanë lënë të pazgjidhur apo me zgjidhje gjysmake, është pikërisht vleni që shumë shpejt pra do e kalon në qeveri dhe në parlament si zgjidhje ligjore një herë për gjithmonë pra për ta mbyllë këtë çështje, pra le të urnojnë këta zotëri të debatojmë konkretisht me argumente, kur ata kanë pas numra në favor të tyre, kur qeveria është ngvarur çdo ditë nga numrat e deputetëve shqiptar, ato kanë hap kazino, ato kanë hap kredi të shpejta, ato kanë arrit partneritet në korrupsion, por nuk kanë fituar shqiptarët. Unë i ftoj pra që dalim në debat publik me argumente konkrete për të bërë krahasime, por me argumente jo me vlerësime paushale. Për këtë projekt bëhet fjalë për një projekt të rëndësishëm për Malin Sharr, një ndër projektet e shumta që kanë të bëjnë me Malin Sharr. Në këtë rast faleminderit drejtorit Ramadani dhe gjithë organizatave partner dhe shteteve partner cilët përkrahin. Po punojmë rreth një strategjie që Mali Sharr nga një vend i harruar të rikthehet në qendër të zhvillimit ekonomik jo vetëm lokal, por edhe të shtetit. Me gjitha investimet që bëhen në ekoturizëm dhe në rikthimin e turizmit dhe të sigurisht investimeve në bujqësi dhe blegtori, që Mali Sharr t'i rikthehet gjallëria që e ka pasur dikur. Po ashtu ne po punojmë që edhe në projekte ndërkombëtare, në këtë rast në rrugën e cila do të lidh Tetovën me Prizrenin dhe cila do të lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën dhe Shqipërinë, por njëherësh edhe në investime serioze në kodër të diellit. Pra, është një kompleks më i gjerë i punëve të cilat bëhen dhe investimeve të cilat po përgatiten me vetmin qëllim edhe njëherë po e përsëris që Sharri të jetë qendra e zhvillimit ekonomik të Maqedonisë së Veriut. Dneska sme tuka ova konferencija kada su sobrani učesnici od 30 država, kako i organizacije partnerskih organizacij koji
za projekt za razvoj turizmu i turističkog personata. Spitali modular kryet një park memorial, keni planuar për pjesën edhe çfarë do ndërteni? Gjithçka që ka të bëjë me spitalin modular apo me tragjedinë e spitalit modular, Komuna e Tetovës do ta përkrah. Po ashtu ne kemi theksuar edhe në të kaluarën, po e përsërisim edhe tash, edhe në këtë rast edhe në shumë raste tjera, të cilat kanë ndodhur në të kaluarën, kërkojmë nga institucionet e drejtësisë që të njëjtat të zbardhen dhe familjarët e viktimave të marrin drejtësinë e merituar. Pra ne si komunë, si pushtet lokal, jemi të gatshëm të përkrajmë çdo iniciativë që së paku familjarët e viktimave të rastit të spitalit modular të kenë një rehati shpirtërore. Po punohet intensivisht lart. Për momentin Komunë Tetovës janë diku mbi 5 projekte të cilat janë duke u realizuar. Nuk bëjmë kampanjë në këto situata, por nëse doni mund dalim bashkë edhe të inspektojmë punimet atje që bëhen. Është terreni shumë i papërshtatshëm dhe nuk ecin punët ashtu si dëshirojmë ne, por për momentin kur po flasim ka punime në terren dhe unë besoj që shpejt edhe ky ujësjellës do të jetë në funksion të qytetarëve të lagjes 146. Po patjetër, unë besoj se deri ka vjeshtë do ta kemi gati. Faleminderit.